ndodhi që ti arrite më në fund të shkëputesh nga qyteti jot I Korçës, megjithatë ato bëmat e tua? Shiko, unë nga Korça kam dashur gjithmonë të shkëputem. Gjithmonë më ka pëlqyer të iki nga Korça, se qyteti I vogël edhe nuk më përmbushte. Fati im I mirë është që unë vazhdova, mu fiksua në trush duhet të vazhdoja aktrimin, edhe e ushqyer kjo edhe nga fëmijëria ime, pjesë e teatrit që I vogël edhe në vazhdimsi. Kur fitova Akademinë e Arteve ishte o zoti I madh, unë kapa qiellin me dorë, domethënë, nuk e di çfarë lumturie pata atë periudhë dhe normalisht përshtatjen me Tiranën përveç këtyre budallëqeve të fillimit, po e kisha shumë të mirë se më pëlqente kjo jeta e metropolit që ka Tirana. U katapultove shpejt. Po, plus që unë që adoleshent isha në për klabe, jetë nate, organizime, kështu gjërash, edhe këtu ishte habitati im tamam si ç'duhet. Tamam të sigurt ti për të bërë që ke dashur. Edhe mundësinë këtu. Dhe pastaj si gjithë studentët më vinim edhe të shmëndeshim në Tiranë. Mirë, shiko, se na dëgjonte mami dhe babi se tani dhe aq. I din, unë I kam treguar të gjitha në shtëpi, nuk mbaj kështu sekrete. Jo, për shumë me mami dhe babi. Nuk është se dëgjoj ndonjë gjë. Tani ai ka ndryshuar, tani një person I suksesshëm, gjëra kanë progresuar, kështu që I kujtojmë të skuarën. Shumë I shëndetshëm për momentin. Super, dëgjoj, po kush ka qenë shtysa, shtylla kryesore, motivi, qëllimi, ndoshta prirja në shtëpinë tënde, mami ose babi artistike flas që të kanë Shiko kush është e çuditshme. Të ka bërë këtë konglomeratin e madh, pak aktor, pak këngëtar, pak do të them një perlë tani që s'ka lidhje. Po, okay. Keni çik të trashëguar apo jo? Shiko, unë prindrit e mi, mami është flautiste. Dhe është mësuese muzike për momentin në Korçë, kurse I mat është ekonomist. Babi ka të bëjë me shifrat. Me shifrat, dhe unë kam pasur një gjë të mirë që kam ja 3 diploma olimpiadash matematike në shtëpi. Është e çuditshme kjo të beton. Dhe kur doja të vazhdoja aktrimin, mami ishte suport për mua, mirë po I mat kishte këto mendime që duhet të bëhesh arkitekt ose inxhinier ose doktor. Domethënë një rrogë bazë. Po, 3 profesionet bazë të çdo prindri në Shqipëri këto janë. Dhe unë për të mos dalë mirë me mësime, kam nxjerrë notët e maturës I kam ulur, domethënë, desh ngela, po thuajse, se po të dilja mirë nuk do më linte të regjistrohesha në Akademinë të Arteve. Dhe kur kam hedhur ato çfarë isha I formulari I zënjësh, kam hedhur vetëm aktrim dhe klarinet. Klarinetën nuk as futesha dot në konkurs, kështu që e kisha vetëm tek mundësi në jetë. Atë vit domethënë ose do ta dishja si vit. Intuita e mami domethënë ka qenë ajo që po, e kam pasur dhe vazhdoj ta kem suportin tim më të madh. Domethënë shumica e gjërave që bëj në jetë është për të ndjer mamaja Ariana ime kështu. Wow. Sa bukur. Po dhe besoj ja ke dal patjetër, për shembull unë kujtojmë fillesat e tua për shembull në Alpazar apo jo? Në Alpazar. Në Llakën, si kanë qenë ato? Shiko, ka qenë shumë e çuditshme. Unë mbarova Akademinë e Arteve dhe u ktheva, po punoja kamarier në Korçë ato 3 muajt që nuk kishte sezon. Po, sa mbarova akademinë, domethënë shfaqja e fundit ishte Bertolt Brecht. Kisha bërë një super personazh dhe u ktheva në Korçë dhe I mat më tha tani mbarove shkollën, lek nga unë nuk kam, tha, kështu që puno. Edhe para se të ikja në Akademinë të Arteve, unë punoja në një lokal dasmash, kamarier. Dhe pasi mbarova akademinë, u ktheva prapë te një lokal, po punoja në për dasma. Dhe ishte përjetimi im ishte I kese kjo ato ëndrat e Akademia e Arteve, Molière, Shakespeare, kur të dal unë të mbaroj shkollën, do çajm skena dhe do thyem teatrot. Ishte pritshmëri nga vetja. Pritshmëri nga vetja dhe kapa veten kamarier në përdasma. Dhe një ditë të bukur I thosha babit që shiko, unë nuk duhet vetë të konkurroj te Alpazari, se te Alpazari e marr direkt. Mirë po, në Portokalli nuk shkoja do të sa ashtu kisha një lloj konflikti me ish pedagogun tim, që e kam shumë xhan tash. Edhe vendosa, thash po shkoj te Alpazari. Kam shkuar te Alpazari, kam bërë, domethënë kisha përgatitur një 6 personazhe të ndryshme dhe ke bërë audicion. Po, audicion me Gonin. Dhe personazhi që pëlqeu më shumë Goni ishte Tysoni. Domethënë, në atë periudhë nuk kishin dalë këta çunat që personazhet që çunave që pinin bar, kupton, ishte shumë hit. Aty e nisa avash, bëra shkollën e dytë masterin, si të thuash, në Alpazar, sepse Goni është mjeshtri ose nuk më I modhi në vend, ta quajmë kështu me gjuhë rruge për kabaretin. Dhe nga ai unë mësova
pafund shumë, mësova edhe si të shkruash material, mësova edhe si të hedh batutën më mirë në skenë. Ka qenë një shkollë e dytë Goni? Ka qenë master i aktrimit për mua, në fushën e kabaretit. Sa e bukur. Pata suport të madh nga Goni, më mbështeti pafund, hapësira, domethënë arriti një pikë që çdo ide që vinte në tru, thjesht ja paraqisja dhe thosha, po ta bëjmë këtë. Okej, hajde ta provojmë. Krijoj siguri dhe ai. Po, krijoj siguri. Krijoj Po ti besueshmëri. shoh se Agron Llakaj sigurisht është një emër shumë i rëndësishëm, po thoj se në gjithë këto dekada që kemi kaluar, nuk ka mbet rast pa e përmendur dhe vazhdon akoma të jetë stoik në qendrën e vëmendjes në media dhe në show-n dhe vendin e vet ku ti të bëj më mirë aktrimin dhe gjitha skeçet e veta. Por çfarë është më rëndësi që dua të di unë, kaq mirë vaju kanë shkuar marrëdhëniet se ka të rinj në skenë, të rinj sot aktorë që dalin në skenë edhe i ka suportuar sigurisht Agron Llakaj dhe të gjithë flasin për një konsiderat me një vlerësim të jashtëzakonshëm. Përtej kësaj, skena ka edhe backstage, sigurisht. Po sigurisht që ka ndodhur aty në backstage. Çfarë ka pëlqyer aty një gjë se nëse ka qenë diçka në një disfat e jotja të ka mbështetur ose nëse nuk ka qenë një disfat, po të ka parë ty që ty të ka nipur mend të mbi flok, të ka thënë stop. Shiko, shumicën e kohës në për këto lloj punërash normalisht që ka debate, diskutime, sepse janë nerva pune, diskutime pune. Sigurisht ka pasur momente ku unë edhe filloja fluturoja, edhe Goni dinte më së miri se si të ulte me këmbë në tokë. Por që mirënjohja që ka mundaj atij njeriu është aq e madhe sa çdo lloj gjë tjetër që mund të ketë ndodhur nuk ka rëndësi. Konsiderate jashtëzakonshme, mendon pa fjalë ka vajza që kanë dalë nga, si themi, nga foleja, nga shtëpia, nga shoqi i tij. Përpara se të jetë një profesionist, Goni ka ditur të jetë një njerëz dhe këtë na le të kuptojmë të gjithë edhe ne si publik, patjetër që po. Është e vërtetë. Dhe pastaj ti rrugëtove dhe të mori rrjedha dhe pastaj u katapultove në Top Channel. Në Alpazar sa ke qenë? Shiko, në Alpazar kam ndonjë diku te 4 vite. 4 vite. Vitin e tretë kam pasur një diskutim me ish regjisorin e Portokallis, më kërkoi në Portokalli për një ofertë. Po më erdhi ofertë dhe në atë periudhë nuk e mendova të drejtë televizja për hir të miqësisë dhe për hir të respektit që kisha ndaj Gonit. Dhe më vonë, një vit më pas, mendova që shikoj po rritem mjaftueshëm, kam nevojë për më shumë të ardhura, kam nevojë për më shumë emër në thonjza edhe po më dukej sikur te vendi ku isha nuk po jepja, isha domethënë të njëjta ujëra. Dhe Erioni Saji së bashku me Ilir Muhametan, me regjisorin e Portokallis tani, bën një diskutim me njëri tjetrin, shife këtë djalin është çuni mirë, ndërkohë unë luajta te një shfaqje e Erionit Perfektis Konoshuti të rësisht tuaj. Në teatr. Po në teatr dhe kisha super personazh aty, vdiste publiku si qeshuri me mua edhe Erioni i tha shife njëri të çunin, se është i mirë. Iliri e pa, i prezentova materialet Ilirit, i pëlqeu mënyra se si po e konceptonin Tysonin për ta nxjerrë me Salsanon ose me moderator, kushdo që ishte aty. Dhe kështu nisi rrugtimi në Portokalli. Pa dashur një ditë në mungesë të Edi Ramës, si personazhit e Edi Ramës, po flisin na duhet një Edi Rama dhe thashun shife se e bëj unë. Dhe po pinim cigaret e balkoni ku pim cigare në tope dhe vjen Rezveleshnja dhe më thot bëj një Ramën ti, bëj një Rama. Dhe them unë nisam Partia Socialiste. Po nisam. Dhe e para që vetmja gjë që imitoja tamam ishte Partia Socialiste e Shqipërisë, ka arritur ti tregoj. Wow! Si që ishte rezdi këshu ti për muj direkt, e bo ky i riu, më se sa kisha shkuar, e bo ky i riu. Dhe nga me Tysonin kështu e çove në skenë. U bëra me 2 personazhe dhe mbaj mend herën e parë që dola me Ramën në skenë, ishte Rama, Meta edhe Sali Berisha në skenë. Dhe ishte Rama në si Bojaxhi, nuk e di, një skeç i tillë ishte dhe emocione o zoti i madh. Duart më mpin, goja më tha. Hera e parë që mi ikte teksti. O zoti i madh. Njerëzit që shikonin kështu, se di po flasim për një nga skenat më të mëdha në Shqipëri, Zot nuk e harroj. Një skenë vogël. Ishte edhe ditë që unë në të njëjtën ditë kisha edhe shfaqje në teatr, domethënë sa mbaroja xhirimin në Portokalli, direkt duhet të vija në orën 8 se ishte shfaqja në Teatr Kombëtar. Impenjative shumë. Dhe ishin emocione për të teatri, emocione me Ramën, emocione se kisha dhe monolog me Tysonin.
Po që dola, dhe pas tani më është bërë kështu edhe Rama si gjithë personazhet e tjerë, domethënë. Është eksperiencë. Po, kam fituar si eksperiencë edhe. Jo, ke fituar shumë eksperiencë, jo pak, është eksperiencë e madhe fare. Hajt më mirë. Aktor link apo bëhesh, si mendon? Unë sa të kanë ndihmuar shkolla e aktrimit që ke bërë? Unë mendoj që disa të dhëna të aktrimit lindin me ty. Kurse shkolla është ajo që të tregon rrugën se si të bëhesh. Tani a është e drejtë apo jo ajo rrugë, kjo është çështje që mund ta diskutojmë. Por një rrugë ta tregon, pastaj ti zgjedh tecësh si të duash në jetë dhe në skenë. Pra, autodidakte, është edhe procesi autodidakt? Po, është proces autodidakt, po shkolla të mëson ato rregullat, të mban. Është një lloj si autoshkolla që ti mund të dish ta ngacësh makinën, po në autoshkollë mëson tabelat. Ku hecet, ku secet, edhe e njëjta gjë funksionon edhe me shkollën e administratës. Po çfarë përshtypje të ka thënë Rama kur të ka dëgjuar, se një impresion e ka patur ai se jo nga të gjithë aktorët është arritur realizimi i përsosur mjeshtëror se si mund të imitosh ato. Unë di që në Z i shkoj goxha mirë, kurse sigurisht në pamje ai është një 40 cm më i gjatë se unë. Nuk e di sa është, një 2 ca, unë jam 1.89, kështu që është ca më i gjatë se unë. Në pamje deri diku mundohemi t'i përafrohemi. Mirë, nuk është se ka marrë ndonjë wow, është ai nga Korça që më bën mua. Po komente ke marrë. Po komente mirë. Domethënë Rama është një personazh i luajtur nga Flori dhe normalisht njerëzit e lidhin automatikisht me Florin atë dhe është shumë e vështirë që njerëzit ta perceptojnë që ka dalë një çun i ri që po bën Ramën. Po gjithsesi, ka nga ata që thonë Flori e bënte më mirë, ka nga ata që thonë ua, kush është ky, zëri identik si dallohet fare. Ka lloj koment, ty lish komentesh domethënë. Të flasim pak edhe për pjesëmarrjen tënde në Portokalli, në një kast i madh aty, domethënë të punosh në një media ose në një emision ke një staf po e ke pak më të vogël domethënë në numër. Ju jeni një staf gjigant aty. Nga eksperienca që kam pasur në Top Channel e di që jeni një staf gjigant, keni një harmoni shumë mirë me njëri tjetrin, shkoni shumë mirë aty. Është e vërtet, shkojmë shumë. Si ka mundësi në fakt sepse ka goxha konkurrencë në të tilla spektakle. Tek ju sikur s'ndodh kështu. Po kam përshtypje nuk ndodh se aty janë gjërat e ndara, kushdo ka personazhet e vet. Nuk i hym dikujt në territor, as na hyn, se po e flasim kështu si gjumbandash. Tash ndoshta ego e profesionale edhe ka, po që nuk është kaq toksike sa për të krijuar debate e shere, më the të thash. Është e kohë të pyes me kush shkon më mirë ose kush më kryen më mirë, Eugenie. Okej, po. Jo pikërisht se jeni nga Korça, po. Shiko, me Eugenie jemi që të vegjël. Kimiu të dy. Po, edhe na ngjitin shumë gjërat me njëri tjetrin. Dhe e bukura me Eugenin ishte unë isha në Alpazar, Eugenie ishte te Kosherja edhe po luanim bashkë në një shfaqje në Korçë. Ju bashkon te Korça, njëjti qytet, njëjti teatër. Luanim bashkë edhe bënim për ditë rrugën Tiranë Korçë me makinën time, me Eugenin edhe gjithkohë si thosha Eugenie, po pse s'vjen ande nga neti? Eugenie thoshte po hajde ti kthe nga unë. Hajde ti kthe nga unë. Dhe pastaj na bashkoi Portokallia të dyve. Ishte surprizë kjo bashkim Portokallis apo ishte si një vendim i marrë nga Jo, neve ishim prapë në një shfaqje, karnavalet e Korçës, luanim me Eugenin edhe aty në diskutime sipër menduam që të krijonim dy studentë në fakt. Dhe pastaj mendimi tjetër që na erdhi ishte të krijonim Tyson dhe Gjyshja. Unë kisha personazhin e Tysonit, Eugenie të Gjyshes. Sa personazhe, sepse Tyson është shumë famous, edhe famoz, edhe Gjyshja nga Eugenie është shumë famoze. Tjetër keni këtë dhe tani kemi Ramën? Po, Ramën. Bëj një në konceptin tim të këtyre çunave që futem te përputhen, Lacey e ka emrin, po s'ka të bëj me atë çunin. Dhe kemi nxjerr një skeç të ri që quhet 2 është me këto problemet e nxënësve, më të thash. Janë goxha role. Mirë, vërtetemi. Cili është roli që e ke marrë për vetes? Tysoni? Po, Tysonin e kam kështu. Se ka ardhur edhe nga zona filla e jetës tënde. Po, e kam shumë për zemër, po. Domethënë ka ca momente që i fut shumë nga gjërat e mia Tysonit në lojë. Do arrijë dot të bëjë ndonjë diferencim midis teatrit edhe skenës së Portokallis, ku do ta shikoj. Ju ta shikoj po. Ku e keti më shumë, ku e jepi më shumë shpirtërisht veten? Për shembull, thuaj që në teatr e ke publikun aty, por dhe në Portokalli e ke publikun aty, nuk e di si do një ndasi. Shiko, në teatr, domethënë emocioni është ndryshe,
por ke diçka që ti je shumë i sigurt me veten. Në aspektin profesional ti ke punuar një muaj, je marrë me personazhin, atë tekstin e ka shkruar është koha që është tjetër. Kurse në Portokalli është fast food, domethënë kemi 2-3 ditë kohë për të shkruar tekstin. Një ditë prova në sken, ditën tjetër provë generale në mëngjes dhe në darkë. Një javë duhet i finalizuar. Dhe brenda një jave gjithë ky procesi që zhvillohet në teatr për një muaj, këtu bëhet për 4 ditë. Wow, shumë. Dhe normalisht për të nxjerrë një sketch diku te 7 minuta, 8 minuta, duhen 2 faqe gjys tekst. Aty në tekst do mundohesh të jesh sa më shkurt, po sa më shumë batuta. E lodhshme është si gjë që mos themi kështu tani se bëhet, nuk është ai që mos se ç'a bëjnë këta. Jo, përkundër. Është zhanër i vështirë, po që besoj se po ja dalim me sa mundësi kemi. Publiku e ka konfirmuar, kështu që ti vazhdon vetëm përpara. Si është çfarë duhet të bëjë një aktor i Portokallis përpara se të marrë përpara një material, ta përgatis, ta shkruaj, të kërkoj të interpretoj, të futet edhe në gjendje. Edhe kur s'ka gjendje, duhet gjendje. E rëndësishmja ka ditë për shkakun që ti nuk ndihesh mirë. Ka ndodhur diçka me etën tënde, aty duhet dalësh bësh përqeshur. Kjo është një sfidë mendoje, ju aktorë. Ndodh, po shiko, kur ndjen atë energjinë e publikut, dëgjon ato reagime, duart rokitet edhe sikur t'i japin spunto, aty e humb mendjen. Janë karikim ato? Satisfaksion. Po. Do me thënë, në rast se hapen kamerat e Portokallis pas skene, të shikosh kur dalim nga skene unë me Eugjini, ti thua këta kanë ikur të dy. Se ndodh kjo, pse ndodh? Ka pasur raste edhe që ne nuk kemi marrë atë që kemi pritur. Janë materiale që ne qeshim me lot me njëri tjetrin dhe del aty dhe thjesht... Kanë atë impakt e publikut. Po, në publik, në ata që vinë na shikojnë live. Pastaj hecën në televizion, ose hecën aty nuk hecën në televizion, është një gjë e çuditshme që nuk është se e kupton 100% po je. Diçka diverse, ndryshon. Po. E kuptoj. Edhe tani se s'ma the përgjigjen, je më shumë tek teatri apo më shumë tek skena e Portokallis? Mendoj që janë, si të pyesësh, këtë do më shumë mamin apo babin. Dhe të dyja janë dashuri për mua. Teatri ka Çfarë diferencon një artist aktor nga teatri dhe nga skena? Çfarë ka një gjë që është ndryshe, është okej, aty ke kontakt, po e njëjta gjë është edhe asnjë lëgjë. Të njëjtën gjë bën si në teatr, si fakti që ti të duhet një muaj kohë të përgatitur, tu ke thjesht kjo është i njëjti aktor. Kjo është sikur je gjithë kohës në palestër, në stërvitje, Portokallia. Palestër, stërvitje, ushtrime, dhe e ke shumë të shpejt. Pas keni bërë Palexo. Do me thënë, 2 javë e para kur nis sezoni është kështu që niset me Dembeles, pastaj çdo gjë ecën praktikisht rrjet. Keni përmendur 2 emra të famshme të Franceskës dhe të Nevinës. Pse pikërisht to dhe jo në një vajzë si dhe për qark aty në Pop Channel? Shiko, ne po mendonim. Nevinën e kanë bërë çik më atëherë se ke aty e di. Sigurisht, po ne jemi qik lokalist. Edhe të dyja i kemi mikesha shumë të mira dhe të dyja janë nga anët tona. Edhe nuk kish ndodhur, domethënë, nuk është se Tysoni në perceptimin e vet. Se Nevina më fal nga anët tuaja? Nga Korça. Nga Korça është Nevina. Origjinën, po e dia këtë. Nga Korça. Tash do ja bëj një çik. Ka prandaj 10 milion vetë. Pas keni qenë. Keni pushtuar. Mendova se ishte Vlora apo Jo, ne jemi shumë, jemi shumë. Jemi shumë qytet artdashës ne, do marrim shumë. Jemi shumë. Po me serenat si ke marrëdhëniet? Shumë mirë. Ke mirë. Na këto një serenat, hajde. Mora kitarën soka. Sa rova do të thoja. Këtë vit të ri kemi nxjerrë dhe personazhet e Endrit dhe Stefit, Gazi bën Endrin, unë bëj Stefit. Kështu që mirë jemi dhe me serenatat. Po kë serenat do? Po ja për shembull këtë. Nuk e di unë kë serenat. Mora kitarën soka. Dhe nisa këngën time, tapi më këtë gotë, për shokët dhe shoqërinë, se vitet ikin tutje, dhe ikin një nga një, se vajzat bëhen çupka. Çupka më rinia, moj nuk vjen më. Do bëj edhe një fjalë. Ja, bën zonja, bën. Si e shikon veten për shembull mbas një dekade? Ndoshta shkova çik larg, po mbas
7 vite. Shiko, mua më ka dhënë një frikë se jam në prag të 30-ave edhe A vash më t'jam, për zotin, po nuk e di pse po e vuajta shumë këtë momentin që po i afrohem të 30-ave edhe kam nisur stërvit, po ndryshoj prefiksin, e kam nisur stërvitjen. Po jetoj healthy, e ke parasysh. Nuk e di ku do jem pas 10 viteve. Po një parashikim. Dëshirat e tua ku janë për shembull, prioritetet e tua? Dëshirat e mia është objektiva që ke ndërtuar në mendje. Dëshirat e të kemi 2-3 milionë euro. Si dëshirë. S'dashkë shumë po. Kurse si objektiva, mua më pëlqen shumë edhe produksioni, përveç pjesës aktrimit edhe prodhoj një film, produksion teatri, produksion televiziv. Më pëlqen të angazhohem me këto, më pëlqen këto biseda, diskutimet që bëjnë producentët përgjithsisht edhe ndoshta mbase në veç aktrimit do jetë dhe kjo plus. Tani nuk e dim se ç'ndodh në këto 10 vite, inshallah të jemi gjallë e gëzuar.